Sipas aktakuzës së prokurisë themelore në PI, Departamenti për Krimet Rona, PP një Romak 27421 të datës 5/5/2023, trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikpamje lëndore dhe territoriale për të vendosur në këtë çështje penale dhe se nuk ka nevojë për rihapjen e shqyrtimit kryesor, andaj duke vendosur për çështjen që është objekt shqyrtimi, trupi gjykues një zemri në emër të popullit merr këtë aktgjykim të pandirit Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj me shërimet personale si në shkresat të lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 1 të aktakuzës lirohet nga akuza. Për veprën penale bashkëkryrje vrasje rend nga 173 paragrafi 1 në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 lidhur me 31 të KPRK-s. I pandiri Halil Mehmetaj me shërimet personale si në shkresat të lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 2 të aktakuzës lirohet nga akuza për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rend nga neni 32 lidhur me neni 173 në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Për veprën penale si në dispozitivin 3 të dispozitivit të aktakuzës, i pandiri Kastriot Mehmetaj lirohet nga akuza që ka të bëjë me veprën penale mbajtje pronësi kontrollës së posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1, të pandehurit të Halil dhe Kreshnik Mehmetaj me shënimet si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 3 të aktakuzës, shkollën fajtor, për shkak të veprës penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-s. Trupi gjykues, lidhur me pjesën dënuese, vendosi në mënyrë unanime, andaj në kuptim të neni 364 Kodit Procedurës Penale dhe dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, gjykon të pandirut Halil Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kozgjate prej 3 vitesh, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësisë së këtij gjykimi, e në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Të pandirut Kreshnik Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kozgjate prej 1 viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësisë së këtij gjykimi, e në dënimin e shqiptuar llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Për pjesën dënuese, obligohen të dënuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 300 euro secili, ndërsa në emër të fundit për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajnë shumën në lartësi prej nga 50 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotësishmërisë së këtij gjykimi e nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. Në lidhje me pjesën liruese të këtij gjykimi, shpenzimet e procedurës mbeten në barrën e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. Konfiskohen fishek të përshkruar si në dispozitivin 3 të gjykimit, të dëmtuarit udhëzohen në kontest juridiko-civil, ndërsa të pandehurve u ndërpret mosa para burgimit me akt vendim të veçantë. Ky është vendimi i kësaj gjykate sa i përket këtij rasti, e vendimin e pranoni në afat të arsyeshëm ligjor, ku i keni edhe arsyet të kësaj gjykate. Ditën e mirë. Faleminderit për juve. Vazhdo. Zgjash në kam pruas. Po shumë.